Pagat sektorin privat do të një thotë qartë qytetarëve. Inflacioni akumulativ në kohën e qeverisë tonë është rreth 21.5%. Ndërsa rritja e pagës mesatare në sektorin privat është nga 390 në 590 euro, që është mbi 40%. Në sektorin privat, rritja e qekut për sektorin publik. Cili është impakti i qeverisë për më rrit paga në sektorin privat? Për urdhra? Cili është ndikimi i qeverisë për më rrit paga në sektorin privat? Cili është ndikimi i... Cilat masa i ka marrë qeveria që sektori privat më rrit pagat? Masat e para do të thotë rritja e pagës minimale që ka ndikuar ka quar. S'është ajo mas. Jo, është masë drejt për drejt. Se pagat janë më të larta se paga minimale. 130, është rritur në 350, tash në 425 dhe në 590 është bën paga mesatare. Paga mesatare e sektorit privat. Sa ke bën pagën minimale? 425. Çfarë impakti ka vendimi për ngritjet pagës minimale? Ka vendim, sepse ashtu kështu ata kanë rritur më shumë se sa paga. Jo, të lutem, sepse shumica dërmuese e pagave ndodhin në nivelin më të ulët. Edhe kur ndikohet, kur ngritën nga 130 pagat sektorin privat do të një thotë qartë qytetarëve. Nuk janë reflektim i masave dhe veprimet që kanë marrë qeveria. Do të përgjigjem. Çështja e inflacionit të çështje e padrejtë do të thotë të dhënat janë të padrejta. Zotriu është ekonomist. Ai e din se janë dy ngjarje të mëdha që kanë ndodhur gjatë qeverisë së Agjencisë së Statistikave. Po lutem, janë dy. Po pra, është Covidi, është ndikimet e Covidit, është lufta në Ukrainë. Ndikimi i Covidit do të ne e dim si ndali mekanizmat ekonomik dhe për një herë u rritën. Po, ka qenë qeverisë e LDK-ja, e din atë kohë, kur ka ndodhë Covidi. Gjatë kohës e Covidit atëherë ka pas nga dalësim ekonomik. Atëherë ka pas nga dalësim, mos thëmë për mbyllje totale, kolaps total ekonomik, sepse kanë qip gjithë punëtorën të për shtëpi. Atëherë nuk flasim, po flasim për efekte pas, do më dhënë lirimit e ekonomisë. Mirë. Nëse mund të aprofundoni, vetëm një korreksim. Se ka më dhe pyetje tjera rreth inflacionit. Ose më le, ose më do të pengoj për se cilën çështje. Teknik është, nuk është 20% kumulativ. 21% është kumulativ. Nga 109 indeksi në 137.2, tash me dhënat e Agjencisë së Statistikave. Mos më përmirëso mu, po flasim me dhëna zyrtare të agjencisë, e cila është nën ëmbrellën e zyrës së kryeministrit. Po pra, edhe unë po flas me të dhënat e Agjencisë Statistikore, përkatësisht po flas me të dhënat e Bankës Qendrore, me të dhënat e Jo, Agjencia Statistikave është përpilu zyrtari çmimeve. Edhe unë po flas i bazuar në të zyrtari çmimeve, është vetëm Agjencia Statistikave. Ne kemi marrë masa reale, ne kemi ngritur mirëqenien, ne kemi përfshirë fëmijët në skema të mbështetjes. Po do flasim për atë pjesë. Rreth 400.000 fëmijë, po të gjitha këto kanë rritur disponueshmërinë e fondeve për secilën familje. Do flasim në mënyrë specifike. Është ul punësimin. Dakor. Është ul papunësia. Më fal për kërkoj falje, është ul papunësia nga 24% në 10%. Kemi 430.000 punëdhënës. Duke mos u gjeneruar punësim se politikat e përshtatshme kanë ikë njerëz prej këtij vendi. Raportin koha më e madhe kur kanë ikë njerëz nga ky vend është jo në qeverinë, jo, të dhënat janë zyrtare, të dhënat jo në qeverinë Mustafa, për cilën edhe besoj edhe ju keni qenë. Nëse mundem, se nuk kemi duke diskutuar për migrimin, zotërin, pyetjen konkrete që kam